mirëmëngjesi, ja ku takojmë sërish. Ditë pas dite në Reze Dielli, ne nisim direkt nga kuzhina se të tilla janë punët që kemi këtu për të bërë, e padyshim për të treguar atë prakticiteti dhe kreativitetin që do të kemi të gjithë në kuzhinën tonë. Po. Albana më tha sa të fillojmë mi lexoj direkt për bërësit nga puna se që kemi shumë punë për të përgatitur. Është recetë e gjatë faktikisht, edhe Okej, për cilën recetë do fillojmë? Me kë do merremi tani? Kush ka më shumë punë? më shumë punë ka receta që është mbushja në brum, pa brum, ka që kanë pasur shumë punë, nuk e di unë, se si do ja fillojmë Androniki. Mos shiko punën, mos shiko gunën. Po shikoj punën. Pet brumi, pet brumi të mbushura me perime, me fileto pule, ma ndej këtej. Dhe mos harroni dhe me erza, kështu që le të shohim pak përbërësit fillimisht. Ika se Niki po më ndjek me vrap, Ika. Mirëmëngjesi, ka nisur me vrap. Qebap në tasa brumi, pra me anë të tasave, do të japim formën brumit për të marrë pikërisht formën e tasit. Tani më duhet që të afrohem të lexoj pak përbërësit. Për brumin ju duhen 3 gota miell, qumësht, 1 filxhan çaj, 1 filxhan çaj ujë, gjysmë pako maja të thatë, 1 lugë çaj sheqer, 1 lugë çaj krip, 1 të verdh veze, pak qumësh dhe fara susami. Për mbushjen ju duhen 400 gram fileto pule, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 spec, 1 patate, 1 tas i vogël me bizele, 1 lugë gjelle salcë domate, 1 filxhan çaj ujë, piper i zi, trumz, spec djegës i thatë. Për salcën bechamel, 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, 2 gota qumësht, krip, piper i zi, djath kaçkavall. Po mbajmë dhe pak që ju ta fotografoni, se mbase nuk i shënuat të gjithë përbërësit siç unë i lexova. Por hap pas hapi do të kuptoni më tepër rreth përgatitjes. Filloj njëherë me skuqjen e patateve. Unë i kam zgjer paksa që të jem në kohën e duhur. I përisi në kubik, i vendosi në ujë. Unë jo të ftohtë, i vendosi në ujë të vakët, me pak krip, marrin edhe shijen, patjetër i kam zgjer që mori direkt faqen, i largoj, sepse i kam të bëra. Nuk dua të t'i thekroj, sepse humbet shija, humbet vlera. Thjesht sa të zbuten pak. Do thonë ju në vaj ulliri, patjetër që vaj ullirit është dhe vaj ulliri për skuqe. Në momentin që e bëjmë temperaturën e duhur. Ekstra, po. Pra e pat që unë nuk e vendosa në nxehtësitë e lartë. Po. Sërish në këtë vaj do të shtoj filetot e pulës. Duke e ndihmuar shumë pak krip. Unë e di që e kam thënë që kur ne shem kripën, normalisht zjerja e mishit nga dalsohet, por flasim tek mishi viçit dhe në llojet e tjera, jo tek fileto e pulës. Nëse fileto e pulës është mish ekstra, do të thotë nuk ka asnjë problemi sepse është cilësia më mirë se cilësia e parë e dytë, pra është ekstra. I jap një përzierje duke shtuar një kohësisht edhe qepën tashmë. Pra kemi ndarë punën në të tillë që perimet do gatuhen të zbuten pak sa më vete, pastaj do bëhet bechamel me radhë. Vendos kapakun dhe specat e kuq i kam prerë në kubik. Kam bizelet që i kam të konservuara për hir të së vërtetës. Kam 2 thelpit e hudhrës. Dhe erza kishte apo kjo trumz, jo piper të zi, gjë që i piper të shtoj kuq. direkt në tigan. Po. Nëse mi jep shije pak më të veçantë gjalpi, po patjetër që mi jep shije pak më të veçantë. Bashkimi i 2 ndyrnave është akoma dhe më mirë, dhe kur janë bimore të dyja është akoma dhe më mirë. Por e dim shumë mirë që yndyra shtazore është akoma dhe më e mirë. Dhe pse ne na duket diçka që është po më mirë yndyra shtazore. Ajo pjesa e dhjamit
që ne në përgjithësi e përdorim kur duam për barbecue tjerë, por është e mirë dhe pak fare në gatim. Nëse ju dëshironi, mund të keni dhe pecën e mishit, e lëni pak në temperaturë, të derisa të filloj dhe të shkri dhe largojeni. Ato janë yndyrat e mira. Gjithmonë në moderim dhe si pas trupit, gjëndjeve shëndetësore, unë po t'jem 120 kile, dikuta 90, po së dhe 30 kile, maj dorën pësaj. Gjithë gjë e për të është e dëmshme. Specat e kuq? Vizelet. Pakës piper, kripën, e një lukë gjële. Salsën e kuqe do të t'jap të gjitha hun prandaj. Edhe erzat. Ja, edhe këtë këtu. Që duhet t'i përthithin mirë. Një përzierje. Nuk më duhen të shtoj ujë, lëngjet e tepërta, sepse kam yndyrën që do më ndihmoj. Do të shtoj. Trumz. Trumza shërben në gatimet e mishit dhe të peshkut jashtë mase, sidomos tek mishi, sidomos e mishi i pulës, në mishrat e bardh, do të shtoj dhe patatet. Një kapak sipër dhe i lë të bëhen. Tani do bashkohen të gjitha aromat, shihet, bëhet një masë e përbashkët, siç themi që deri tek gjysma e recetës ku kemi arritur, edhe ashtu siç është, mund të shërbej për një vakt, sepse i ka perimet, shihet bashkë. Shtoj. Tani do bësh beshamelin i bie aty, yndyrë, pak mielin, gjalp dhe vaj. Miell. Nuk do të shtoj aq sa e keni ju, sepse unë kam një masë më të vogël. Po. Nuk pres të më digjet vaj. Miell, çfarë të doni ju? 2 lugë mielli do në sasi të barabartë me yndyrën, pra 2 gjalp, 2 miell. Që mos na kokrizohet e të bëhet. Mund të shtoni pakës fare më tepër yndyrë, sepse është gjithmonë në varësi të miellit. Nëse është miell i fortë, e dim shumë mirë se çfarë duhet. E thash dietë kulaçi dhe asnjëherë mos ta harroni. Kripa shkon në 1 kile shkon 20 gram krip. E lë derisa aromat të shpërthejnë. Nxehtësinë e kam të lartë, gjë që e ul dhe e shuaj direkt me qumësht. Një kitë lutem edhe një gotë ujë të lutem. Ose kam lëngun ujën e bimëve aromatike. Apo do qumësht më mirë? Si qumësht më mirë? E ta mbushim fra. Pra, 2 gota qumësht kishim. Atëherë, në momentin që shtohet i ftohtë nga frigoriferi, dhe unë e kam të nxehtë, e largoj sepse është diferenca. E largoj derisa temperaturat të balancohen me njëra tjetrën. Po edhe na kokrizohet më shumë kur i shtojmë të ftotën. Po patjetër që më duhet pak ujë nga bimët aromatike, sepse i jap një shije pak më të veçantë. Pak më të veçantë. Pra, përmbledhja dhe nisëm me perimet, siç e pat, janë të gjitha të zbutura, nisëm me patatet, nga perimet më të forta, specat, pastaj edhe mishin e bardh me qepën, erëzat të gjitha aty, bizelet, dhe tani po ndërtojmë beshamelin për ta përmbledhur deri këtu. Në fund fare,
Shtoj djathin, por jo tani. Opi largoj e që nga nxehtësia. Të gjitha i kam në kontroll. Këtu janë zënë, shqipemi pak, ka të regojmë edhe një herë, është zënë pjesa e brumit dhe përbërësit unë i lexova se çfarë ju duhet për përgatitjen e brumit dhe është lënë që të pushoj, sigurisht si që ndodh me çdo përgatitje, me çdo brum që qetësohet dhe na jep një rezultat më të mirë. Sërish po ja vendos tasin tjetër që të mos thahet dhe të mos zëra të koren e si përfaqshme, sepse tani do t'i japi formën Kam me lënë oklajin brumin Albana. që të vi. Shtoj dhe pak fare krip, se nuk ka beshamel pa krip, dhe e lënë në këtë gjëndje, nëse unë do më duhet, shtoj sërisht uj, nuk dua ta bëj dhe fare kremoze, sepse do i shtohet edhe djathi i grirë. Marr brumin. Te brumi kam maja. Majaja është e thatë. Ku është kripa, është sheqeri. Më shumë krip, më pak sheqer. Në këtë mas juve ju duhet 2 luk çaj. Në masën time që unë kam është një luk kafe krip. Dhe 1 maj luk kafe e sheqer. Majaja duhet diku tek 1 luk çaj për masën që juve keni. Do të shtoj direkt miell, mielin. Çfarë lloj mielli të doni ju? Edhe super, edhe bio. Unë ble se kam vënë i shile, sepse të kombinoj me... Mund ta me veshin kombinoni, time. Ka një gamë të gjyra të ndryshme me të olën kuqe, jemi- kafe, blu, e verdh, portokalli, si të doni ju? Në disa variante. Kur themi portokalli kemi fjalën për farinap, Farinap. për shembull, që ka është paketim i vogël 500 gramsh që përdoret, është një plur i gatshëm për kek, për ëmbëlsira, për Largoj mielin e tepërt. I lë në miell që pjesa e sipërme mos të thahet, ose në të kundërt, ju e shtoni me vaj. E filloj me bismillah dhe hapim fetën e parë. hapja është shumë e kollajt, sepse ka qëndruar. Po. Majaja bën të Pushuar vetën. mirë. Merrni 3 tasa. Përpara se të merrni 3 tasat, normalisht vendosni furrën që të jetë e parangrohur në sa temperaturë në 200. Po të doni ju, më pas e ulni tek 180, por ndryshon fura me furrën edhe aty unë Okej, përfundojmë recetën që t'i japim formë tani tasave me brumin që zdum, i hapëm fet. Një brum i zakonshëm. Opa, që mos veti. S'ka problem, do t'i lyejmë patjetër që të mos na Duhet ngjitet. t'jenë tasa që të durojnë nxehtësinë. Mi japin idenë këto tasat, idenë e porcelanit të dikurshëm të Ato vjetër. jam. E më nga ty ka marrë, po, ha. Nga ty ka marrë. Ngjan pak me diçka. Aqë se vjen tërë, se sa vangoja si. Nuk mban asgjë për vete. Dgjoj, Se derisa kanë edhe unë... këtë pullën, ja kjo e tregon më Po, të mirë. derisa ne kemi dalë në ekran, do thotë që ne nuk mbajmë asgjë për vete. Prodhim i dursit, porcelan. Okej. I epizamo. Bëheshin përsheshi me qumësht i fëmijëve në këto tasa. Do t'i them motrësime u bëfsh 100 vjeç. Dhe pse Edhe je larg, 100 edhe 100 motrës. mu shëkullovsh motrë e dashur. Është durata që prindërit e mi ma kanë bërë, ta kem përjetësisht. Ç'është e njëjtje tani? Mars? Ç'është e njëjtje? Po, e madhja kishte me 1 vjet, me 17, është peshk, peshk. E drejt muhabetin si peshku, mbaroj muhabeti. Do piqen kështu tani këto format dhe Ja. do t'i mbushim me pa të tilla. mbushjen që u përgatit me perimet. Mos harroni i lyeni fundet me vaj dhe pastaj vendosni petat sipër. Siç është tani do ta vendosim për t'u pjekur në një furrë që e kemi para ngrorë, ta ulim pak temperaturën se kemi pak nxehtësinë dhe e 20. me të verdh veze. Po si jo, të mbaj atë ngjyrën e kuqërim. Po flasim o Vital, i kemi thënë të gjitha. Apo jo, Niki? Po, gjithë kolinë është ka ngjyrë të theksuar që ka, sepse dihet që ose vlerat për qëndrimin më i madh janë tek e verdha e vezëve dhe këtë na siguron o Vital, një vezë cilësore, e freskët, na garanton të gjitha vlerat ushqyese që duhet të ketë veza kur ne e konsumojmë atë.
E më jo këta. Të mirat fshatit ja duam, të gjitha. Qumë, shpitha, buka, vezë. Po djenë ku të shkojnë. Nuk i duam djenë. Ja. Se nuk është nevojshme që unë të luit i gjithë. Që jepet e ngjyrë, po dhe e mban kështu të krekosur atë. Pra, kur themi Ovital, i kemi thënë të gjitha. Na krekos. Papa, nga ferma, direkt në tryezën e Rezedjellit. Mbaruam I me pjesën largoj për vendos dhe direkt e në furr. Tani procesi vion me pjekjen, me mbushjen dhe më pas shtohet edhe beshameli tek mbushja, apo jo. I largoj të gjitha këto. Që të kalojmë këto tek receta tjetër, duke qenë se edhe minutat fluturojnë, besoj e keni të qartë, fillimisht përgatisni të gjitha perimet, patatet, qepën, mishin e pulës, bizelen, specin, erzat, mos harroni trumzën se jep shumë shije. Përgatisni dhe beshamelin në anën tjetër dhe këto petat që sapo i vendosëm. I vendosni në tasat tuaj të preferuar, në gota të gjëra, tasa supa e merat. Direkt. Po, dhe pura mbaroj kohën. I heq dhe vi tek receta. Tek shportëzat tona. Ta përfundoj. Shifeni pak. Nuk poqën tasa, do t'i tregojmë tani se si do t'jetë forma e tyre. Thjesht i kemi vendosur për të pjekur në tasat përmbys. U lyen me vaj, u vendos peta. Shtoj. Mas, djathi. Në nxehtësi e përzijej. Derisa më merrjen nxehtësi. Tani ato janë të buta ende, duhet të qetësoheshin dhe pak, janë të nxehta. Dhe sigurisht që ngjisin nga bashkimi të dyjave. Patjetër që ne duhet të presim që të ftohen, Kur ftohet, është rezultati koha që duhet ta tregojmë. Prandaj, lyhen me vaj. Tasi brenda është shumë i nxehtë, me thënë drejtën. Brumi është disi më ndryshe, ka qëndruar në... Shumë e lëmë edhe pak. Mbushim të parën, se na intereson të tregojmë vetëm njërën. Atere. Dhe unë mundohem që... Shtojmë, iqin, e kthejmë mbrapsht tasin, që ta heqin kollaj së ndryshë. Treta. Atëherë, që të japë unë më shpejt, sepse ne duam shijen dhe nuk duam. Është dhe edhe këtë më madhja që i takon kuzhinierës. Habit që kile të Gjyrat shijet janë të forta. Kile bëjt e kjo fundit. Okej, tjetër tani i bie të shtojmë edhe beshamelin. Këtu. Pak fare, marr një garush dhe shpejt, të mos garush dhe në marrë. I bie kjo do të futet përsëri të marrë petësin, do vendoset përsëri në furrë. Shumë pak. Thjesht për mpikse, por ne do ta tregojmë derisa të mbushen me beshamel. Ja, një e tillë. Pra sa të mpikse do t'i vendosim sërish në furrë, të mpikset beshamelit të marrë dhe një ngjyrë. Dhe pastaj kur të provohet për ta konsumuar, do të ndahet, ai kremi do të jetë aty. Djathin. Dhe susamin. Dhe farat e susamit. Dhe më pas themi hapu sazan. E çon shijen në nivel tjetër. Tjetër nivel. Pra, kjo ishte receta e parë. Ka pa organizim pune, ndryshe nga recetat e tjera, por ama rezultati është fantastik. Kur duam shije, dhe ja, shikeni. Po desha të shikoni edhe recetën e servirim edhe tranan me spinaq. Kemi në një pjatë? Duhet që të... Unë po lexoj përbërësit e recetës së parë, dhe merr pjatën për ta servirur, sepse jemi në minutën e fundit të hapësirës, të përsërisim shportzat me brum, ose në formë qebapi në tasa brumi.
Për brumin është një recetë që e din ta gatuajnë anvisat më së miri, duke patur parasysh që përmban miell, mos harroni pak qumësh, sepse i mban ato të buta, ujë, maja, sheqer, krip, një të verë veze, pak qumësh dhe fara susami. Mbushja ka filet opule, qep, hudhër, spec, patate, bizele, salcë domate, pak ujë për të mos u tharë përzierja, piper të zitrum, spec, djegës i thap. Ndërsa për salcën bechamel, 2 lugë gjalp, 2 lugë miell, 2 gota qumësht, krip, piper i zi dhe djath kaçkavall. Procesin e punës, nëse nuk e mbani mend, do ta keni dhe në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, në rrjetet tona sociale gjithashtu, me fotot përkatëse.